pse po e shmon nga ato që është bazë, është arti i politikës, që është kompromiset, marrëveshjet për me Shkëlqen këtu të gjitha janë justifikime. Na e kena pa që nuk janë marrë 51% të votave, edhe nuk po moni tash me kriju, me pas numrin e mjaftueshëm për me zgjedh, edhe keni vendos me shku me një blokadë tillë. Blokada nuk është jona. Me kanë si opsion. Blokada, Shkëlqen, do të kishte qenë nëse ne nuk do të kishim prezantuar emër, të cilat unë e kujtoj në shumë studio, edhe është diskutuar që potencialisht nuk kanë me propozu emër. Ne kemi propozu që në seancën e parë. Po blokada dhe strategjia bllokuese ka filluar nga grupe tjera që në ditën e parë. Te kujtam për fillimisht kur ka qenë ajo çështja e kontestimit të procesit të verifikimit të mandateve. Partit tjera po ju thonë zgjedhje kandidojeni bereni emrin tjetër, po veç të përfundoj këtë argument. Edhe votat. Pra si në çështjen e verifikimit të mandateve ka pas blokad, si në çështjen e propozimit të emrave, si në çështjen tash të procedurës së votës së fshehtë ku nuk jepet verdikt fare. Mirë po një ditë, pra e tha dhe vetë ish shefi i grupit parlamentar të PDK-s, ku tha ende më e rëndë se sa blokada institucionale do të ishte qeveria Kurti 3. Kështu të gjitha këto, pra janë strategji politike, në raport me mos konstituimin e kuvendit. Sepse po të kishim konstituimin e kuvendit, ne dim që rrjedhin afatet e 15 ditëshit. Pse nuk po kandidoni emrin tjetër përveç Albulin Agji? Po nuk kemi as të emri. Pra nuk kemi as të emri. Po nuk kemi as të emri, po tregoj. Kjo është një fazë. Ose me prit një procedurë të mbyllur kur ata votojnë bën një kandidat tjetër edhe na votojnë. Po ti nuk mundesh as me dalë pi kësaj situate, pa pas një proces të votimit. Sepse këtu duhet ose votojnë ata 2 ose 3 emra që janë nuk kemi të fol as për emra, ne jemi në fazë procedurale të cilat po thonë që ne jemi drejtuar gjykatës kushtetuese. Pse ki nevojë të kapte një procedurë kur e ki opsionin në procedurë edhe e kandidoni në procedurë. Ti s'mundesh as me kandidu sepse i hin në procedurën e votës së fshehtë. Jo, se hin. Jo, e ti ne kemi dorëzuar emrat propozimet tona për përbërje. Ti të vyn verdikt përmes votës, jo të vyn verdikt përmes votës, ose me procedu ose me kthy mbrapa. Gabim je. Jo po provoni me hyrjen në një procedurë tjetër. Verdikt. Procedura ka filluar në procedurë të hapur. Pa ju jep, procedura është përmbyll përmes votës së hapur. Ajo është provu s'di sa herë radhase. E kemi dërgu procedurën, kandidaturën edhe përmes votës kundër është rrëzu. Është provu përmes procedurës së votës së fshehtë. Ku ne kemi thënë, të formohet një komision e cili bën çështjen e mbikëqyrjes së këtij procesi dhe nuk kanë propozuar emra të gjitha grupet e tjera dhe as nuk marrin pjesë me votë. Ne asnjëherë nuk kemi thënë që votoni për. Të paktën votoni kundër, që ose të kthehemi te procedura paraprake ose të testojmë edhe këtë si proces.